Mirëmëngjes, miq të dashur të Vila 24. Mirëmëngjes edhe nga ana ime të dashur miq. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Ndioni Gatimit për treguar recetat që do përsëllim për juve sot. Dhe sigurisht do të kemi recetat të cilat i përkasin ditës së shenjtë që janë Pashkët për katolikët, për vëllezërit tanë katolikë dhe ortodoks. Mirë se të na vinë në Pashkët dhe neve sot do ju sugjerojmë, domethënë ato ritualet që bëhen për ditën, një ditë para se të hape, domethënë tryeza e Pashkës. Pra do të jetë ajo magjerica për ortodoksët, edhe buka që çohet në kishë bashkë me vezët e kuqe, me qepët e njoma, me djathë, pra një shport që e çojnë në kishë për të marrë të bekimin dhe ta konsumojnë, domethënë në fillim të hapjes së ditës së Pashkës. Me njëherë ne do të tregojmë, sigurisht do të kemi edhe një byrek, do të kemi para magjericën, do ngjyrosim vezët, do të tregojmë edhe megjithatë të nxjerrim bukën sepse është bërë gati. Le të shikoni se sa e këndshme është dhe është dhe shumë e shijshme gjithashtu buka e Pashkës. Sot është e Endja e Madhe, siç quhet një ndër ditët e rëndësishme për besimtarët. Po, kjo është për besimtarët katolik. Po, kjo edhe kryqin i tyre, domethënë është për atë. Do ta lëmë të qëndroj, domethënë të kulloj. Kemi përgatitur dhe shportën që ata përdorin që shkojnë në kishë. Ndërkohë kemi edhe atë, si thua, kurorën që bëjnë, domethënë për ku vendosen edhe vezët e ngjyrosura. Fillojmë në fillim fare, ne vetë menduam që të bëjmë pse jo edhe një byrek, domethënë është i kohës tani, tradit domethënë kjo lloj byreku, me qepët e njoma që tani më është pranverë dhe janë më të freskëta sigurisht që i kemi në gjithë sezonin e vitit, por tani janë domethënë ato qepët e njomat janë shumë më të freskëta. Do të kemi qep të njoma, kopër majdanos, sipas dëshirës mund të shtoni edhe në energjik, të cilat neve kemi përpunuar faktikisht sepse nuk ishte nevojshme të tregojmë se që duhet bërë ajo zbutja e qepëve me pak kripe dhe me pak vaj. Gjithashtu do të kemi gjiz, një dy vezë këtu dhe asnjë gjë tjetër, krip, piper, vaj. Petët i kam hapur, domethënë në kuleç, që kemi 5 kuleç kemi vendosur në hapjen e petës së poshtme, edhe 4 kam për këtë pjesën e sipërme. Kemi mbajtur kështu sepse duam që të përshpejtojmë ato, si thuash, punën. Shumë herë kemi treguar këtu në studio. Tani këtu kemi qepët që thash, do të shtoj edhe pak piper të zi në këtë moment, domethënë për të aromatizuar akoma edhe më shumë. Këtu tek gjiza, do të shtoj një dy vezë. Okej. Dhe me që se jemi tek vezët, ne edhe kemi zier gjithashtu disa kokra vezë, të cilat do t'i ngjyrosim sot, ashtu sikurse shumë prej besimtarëve katolik dhe ortodoks do të kryejnë si ritual në ditën e sotme. Sigurisht që kemi zgjedhur vezën ovital. Në rastin e ngjyrosjes së tyre do të sugjeroja, siç ndodhe zonjat e din, vezën e kuqe, sepse ndihmon më shumë për të ngjyrosur, megjithatë sipas dëshirës, gjithashtu edhe përgatimet që do të kryeni pa diskutim, po meqense jemi në simbolikën e kësaj dite, e cila simbolizon edhe ripërtëritjen e jetës, siç është vetë veza. Sot do të jetë dita e ngjyrosjes së tyre për familjarët, për njerëzit e dashur. Entja edhe ato që nuk harin domethënë që t'i bëjnë sot, mund t'i përgatisin të shtunën. Pra janë 2 ditët të cilat sot përgatitet veza e shtëpisë edhe e familjarëve, siç është tradita, pra veza që do të qëndrojë për një vit deri Pashkën tjetër. Është mirë t'i përdorim domethënë në këto rituale sepse ç'është e vërteta na japin një tjetër atmosferë në shtëpi, na japin një tjetër gëzim, na ripërtërisin shpirtin. Është ajo që duhet ta bekojmë veten tonë me, si thuash, me gëzim, me dashuri, të japim dhe të marrim dashuri. Patjetër, sidomos ditë të tilla kanë mesazhe shumë të rëndësishme që përcjellin dhe bëjnë akoma edhe më të dashur, më njerëzore jetën, gjë që na mungon her pas here, duke qenë se na merr ai vrulli i përditshmërisë dhe harrojmë të kushtojmë rëndësi detajet të voglave, por shumë të rëndësishme të familjes, të njëri tjetrit. Dhe ky shkëmbimi i vezëve që bëhet pikërisht për Pashkë, ndër të tjera përcjell edhe këtë mesazh. Atëherë i përkasim me vaj gjallë? Me vaj gjallë. Vaj gjallë, po okay. Edhe shiko, unë do ta bëj pak si ndryshe. Me erdhi dua që të ndihet pak si ndryshe kjo gjiza. Ti do të thotë, e spërkatim me gjizë, edhe gjizën tjetër do ta hedh. Pra sikur ti bëj një shtresë gjize.
në pjesën e fundit. Do ta kemi me 2 pet, apo jo? Me 2 pet, sepse me 2 pet. Faktikisht janë 5 pet të cilat janë hapur njësh. 2 shtresa, po 2 shtresa, po. Edhe një është si një tave holl, me të nuk është e trash, bësh një byrek i holl, bëhet shumë i trash. Pra një shtres me gjis, një shtres me qep me koper majdanoz me erza. Po tani e i trazojmë bashkë. Bëjnë shumë të mira. Veza është ajo që mbledh lëngjet e qepëve dhe s'ka nevojë. Neve në disa raste këtë lloj gatimi me qep të njoma e bëjmë duke shtuar një dorë oriz. Por edhe kështu është, si thua, koha më e mirë tani, sepse është koha e bulmetit, që bëhet në këtë mënyrë. Tani hedhim edhe pjesën tjetër. E përhapim, do me thënë, në mënyrë të një trajshme në gjithë tavën. Dhe pastaj shtojmë petën tjetër. Gjalpin dhe vajin që e kemi ngrohur, do me thënë, në një tigan. Dhe do ta vendosim në furrë. Ne në pak sekonda do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare. Dhe do të kthehemi përsëri, sepse kemi shumë gjëra për të treguar sot, të gjitha të dedikuara fundjavës edhe recetave tradicionale që lidhen edhe me festën e Pashkës, që këtë vit përkojnë të 2 Pashkët në një ditë. Ndaj, shumë prej jush do ta gjejnë veten edhe në recetat tona dhe në ritualet që janë duke u kryer sot në familjet besimtare. Pra, do të ambulojmë, do të spërkasim përsëri me gjalpë dhe vaj, me atë trecirën që ne kemi përgatitur. Duhet të them anvisave që petët në të gjitha shtresat i kam bërë me gjalpë, sepse dua që peta kur i bëj me gjalpë bëhet me shkrifët. Tani, para se ta ashu, do hedhim gjalpë rreth e rrotull, anësoret, se këto janë pasaj që do bëhet ajo thëmbra. Që të rije but e shkrifët, se gjalpi dhe vaj i shkrifëron. Duam apo s'duam neve, kjo është që duhet hedhë. E themi dhe temperaturën e pjekjes? Në 180 gradë për 20-25 minuta faktikisht. 20-25 minuta. Okej. Ne do të bëjmë palosjen e gjithë anëve të tavës, do të vendosim në furrë, do të kthehemi me njëherë këtu për të nisur me recetat e tjera. Qëndroni me ne, vetëm një hapësirë e shkurtër publicitare në ndan. Dhe erdhëm përsëri me njëherë për të vijuar me recetën e radhës. Po, nuk po i themi me numra, se duke qenë se bukët janë bërë, kështu që kemi bërë më shumë se sa një recetë sot, por tani është momenti të shohim nga fillimi në fund përgatitjen e magjiricës. Magjirica, e cila është kjo, që është një ritual që është për miqtan ortodoks. Ata e përdorin këtë lloj gatimi, të cilin mbasi marrin dritën në kish, shkojnë në shtëpi dhe ushqimin e parë që duhet të konsumojnë është magjirica. Pra e përgatisin para se të shkojnë në kish, marrin dritën, shkojnë në shtëpi edhe më mbrapa fillojnë çukisin vezët që i bëhet ajo që trokasin vezët në kish, kur shkojnë në shtëpi konsumojnë magjiricën. Është ushqimi tyre i parë që fillojnë dhe konsumojnë për të hapur ditën e Pashkës. Këtu tani ne kemi të brëndshmet e qëngjit, që nga përdoren zorë, përdoren mëlqit, përdoren shprekta, zemrat, të gjitha këto përbërësit e të brëndshmes të qëngjit, pra kjo është karakteristikë e kësaj recete. Si fillim, vendosim në një enë me ujë, për t'i përvëluar për një 10 minuta, e heqim atë ujë dhe i marim dhe i coptojmë kështu në pjesë të vogla. Faktikisht, në disa herë, neve e kemi bërë, do me thënë që ka qënë
i prisni në pjesë të mdhaja. Por tani kemi filluar që të ndryshojmë, do me thënë dhe t'i sedhim akoma si më moderne, më ta them kështu, sepse në copë të mdhaja nuk ishte atë finecën e atë syri, nuk ta shosi. Tani e prisni në pjesë më të vogla. Fillojmë me një herë nga puna, ka as një recet s'kemi parë në ekran, do t'i shojmë në një moment pauze, ndërkohë që jemi duke parë bashkëpunëtorët tanë, si që është Atlas. Qep të njëm, qep të thatë pjesën e bardhë, ose vetëm qep të njoma që do të shtoni vetëm pjesën e bardhë fillimisht, sepse bishta do t'i hedhim më mbrapa, bëhet në mënyra të ndryshme, unë do t'a sjell në atë mënyrën më tradicionale që i përket vendit tonë, sepse në për shumë vendet fqinj, kjo bëhet duke shtuar edhe lakra brenda, spinaq, labot, sallatë jeshile, pra nga këto jeshillëqe të ndryshme. Ndërsa neve si traditë kështu e kemi pasur vetëm me qepët e njoma, kopër edhe pak majdanoz nëse duam, por më shumë është kopra. Gjithashtu edhe lugoriz, edhe limon, që do të pritim me vezë limon në fund fare. E qartë. Mirë, kemi filluar me skuqen e qepës. Le të shohim recetat në ekran, ato që ju i keni të domosdoshme dhe shumë shpesh kur bëhet fjalë për receta tradicionale, si kjo e ditës së sotme. Sup magjeric e pashkës, na duhet 1 kilogram të brëndshme qengji, 10 qep të njoma, 2 lugë oriz, 2 tufës za kopër, 1 tufës majdanoz, vaj ulliri, 2 vezë, 1 limon, krip, piper dhe 2 litra ujë. Kjo është receta e plot e sup magjerice e pashkës që ka të na tregojë edhe kur është momenti për ta konsumuar, sigurisht rritet që besimtarët i njohin edhe i respektojnë nga festa në fest. Byrek me qep të njoma dhe gjiz. 400 gram miell, 800 gram qep, kopër, majdanoz, 300 gram gjiz, 3 vezë, vaj, gjalp, krip edhe piper. Kjo është receta e byrekut që ne e kemi vendosur në furrë, sepse ishte shumë i thjeshtë për të përgatitur, për aq kohë sa edhe brumin dhe petët Kanti i kishte bërë përpara, por një proces që ne kemi treguar shumë shpesh sa herë që ne përgatisim receta me brumra, duke u treguar gjithashtu edhe se kush janë produktet që ne përdorim, dhe sigurisht që byreku më i shkëlqyer do të mund të bëhet duke zgjedhur miellin Ola nga kompania Atlas. Përgjithsisht është mielli për çdo përdorim që na shpëton kur nuk dim se cili është i duhuri, por përgatime të tjera më specifike e dini që Ola ka në treg edhe këto variantet e tjera që ju po shikoni. Çdo paketim ka një ngjyrë të tillë, çdo ngjyrë korrespondon me një miell që lehtëson punën tuaj në kuzhinë. Atëre, Anila, në momentin e parë thamë ose do të hedhim pjesën e bardhë të qepëve, nëse do të kemi për shembull 10 qep, ose nëse nuk kemi, do me thënë, kemi sasi më të vogël qep të njoma, do të shtojmë një qep të vogël mesatare, të cilën këtë kemi të grirë hovë. Gjithashtu, unë aty nuk e kam vendosur, do me thëmë, për punën e gjalpit, jo se nuk i shkon, por që, nëse doni, mund të shtoni pak fare gjalp, si që pat edhe ne një kubik të vogël kemi pasur, ndërsa nëse do të përdoni vaj ulliri, nuk ka nevojë që të shtoni gjalp, mbajni vetëm me vaj ulliri, pa gjalp, ndërsa në do të keni të vaj në goldë, hidhni pak gjalp thjesht për të lezetuar. Atë bukën e pashkës. Mund ta heqim. Ta heqim, tani me një herë këtu do të hedhim, do shtojmë, më shikoni tani që kam zor, mëlçi, do me thënë të gjitha të brëndshmet e qëngjit, të cilat i kemi të prera në kubik të vegjël ashtu siç ju thash, bëhet një kavërdisje e lehtë e tyre, pra edhe qepa, edhe këto mëlçit nuk duan shumë kavërdisur, duan thjesht të zbuten, të aromatizohen me vajin, me gjalpin që kemi hedhur brenda, ndërkohë do shtojmë këtu edhe piper. Ka dalë Kati, e di, për vezën. Një copës letre që të krijohet ajo folea. Pritse, kisha zënë me pecet, po shisa e bukur ka dalë, se për të shishme edhe ne i bëm që të shtu të vendosim vezën të kjo folesta, dhe kjo është ajo buka që do të vendoset tek shporta e pashkës bashkë me vezët e ngjyrosura dhe me djathë të bardhë, më the Kati, është tradite besimtarëve ortodoks. Pak piper. Ja, kështu, shumë bukur. Pak krip, sepse krip kemi hedhur edhe. Tani këtu do të hedhim edhe ujë, me qënë se mëlçit i kemi të prera në kubik të vegjël, nuk ka nevojë që të qëndrojnë, që të zihen dhe pastaj të shtojmë orizin. Në këtë masë të prerjes së kubikve, do me thënë të mëlçive, e hedhim direkt orizin. Kështu që shtojmë edhe orizin me një herë dhe shtojmë edhe lëng mishi ose edhe ujë. Kjo varet, do me thënë se sa e doni juve, do me thënë tjetë. Por nëse keni rreth 1 kilogram mëlçi, nuk ka nevojë që të shtoni lëng mishi, të rëndoni akoma më tepër, është mjaftueshëm, mëlçit nxjerrin, do me thënë shijen e tyre, kështu që të e vendosni vetë juve, ose me ujë, ose dhe me lëng mishi.
Kati këto tenxheret e vogla i ke vendosur për ujin e bojës, për vezët, duhet t'i ngrohim. E pra, sepse shoh që ora është 10:14 dhe do doja që të paktën disa kokra vezë t'i ngjyrosim. Ndërkohë, këtu tani kemi ujin, do me thënë, të ngrohtë. Unë kam pak lëng mishi dhe do me thënë gjysëm. Okej. Dhe qepët, bishtat e qepëve dhe majdanozin do t'a hedhim pak më mbrapa. Dua që të ruaj atë ngjyrën jeshile e qepa dhe të japi dhe atë aromën e mirë. Kështu që fillimisht ju do të filloni kështu mënyrën se si unë e përgatita. Nuk hedhmë, do t'a shikojmë gjatë rrugës nëse ka nevojë, me thënë që të ashtu, do t'a lëm tani të zjej në një temperaturë mesatare, sa të na zjej orizi, dhe do të shkojmë më mbrapa për të shtuar bishtat e qepës, kopër, do më thënë këto kopër majdanozë, dhe do të pritet pasaj me vezë edhe limon. Ka pak mund t'i vendosim që të na marri. Do t'a lëm ashtu tani? Po, do t'a lëm kështu që të marri, të filloj që të marri var, dhe më mbrapa thash që do të shtojmë bishtat e qepëve edhe majdanozin dhe do të pritet me vezë edhe limon. Kam përshtypjen që me minutazhin duhet jemi 5 minuta, ose shumë pak më pak, nuk e di, do të na njoftoj regjia. Thjesht do të doja që tani të fokusohemi pak tek ajo që tham në fillim, ne do të ngjyrosim vezët. Neve i kemi të zjera, të bëjmë po vezët e kuqeve. Të kuqet i bëjmë, le të rrim tek tradita. Të bëjmë këto të kuqet, edhe pse edhe me ngjyra, me një shport ngjajnë këndshëm, bukur. Na duhet edhe kështu pak një letër pecet guzhinë kemi këtu, me vaj, do të uthulla gjithashtu. Atëherë, Kati, si i lyen ti? Do të hedhim, ja unë kështu thjesht i lyej, do të thënë vendosim një tenxhere me ujë. Do të hedhim këtu, uthullën e hedhim që të forcohet ngjyra. Shtojmë... Kati, ke lënë telefonën? Si ka bërva ki herë e parë? Herë e parë, po tani harrojmë do një herë. Dhe përgjigjesh? Jo. Jo mi? Ka lënë dhe në karikim. Se kam për karikim, po jo për të telefonuar. Ja, e bura pas dile. Ndihes faktikisht, sepse nuk është gjëja më e mirë e mundshme që të ndodhë. Atëherë. Vendosim ujin, vezët kemi thënë. Pra, Kati, ti respekton këtë mënyrën e të zjerit të vezëve përpara, se ka dëgjuar randisa që i zjen bashkë me bojën. Që i zjem vezët, në fillim fare, edhe i hedhim një nga një brenda, duhet ta themi edhe këtë. Në fillim fare, do me thënë, vendosim ujin dhe duhet të që edhe pak krip dhe pak uthull, që të forcohet dhe mos të na thyen. Se marrat ati dhe nuk i marrat të këtë. Dhe se kaq mjaftojnë, Kati, se kemi tenxherën e vogël dhe ndërkohë kemi edhe kohë. Ndërkohë që për ta forcuar pak, sepse... Po, sigurisht. Duen një 10 minutë shbrënda. Po. Ne nuk kemi 10 minuta, por do të shtojmë pakës nga boja për ta forcuar disi ngjyrën. Pra vezët do të qëndrojnë në ujin e ngjyrosur, më pas do të vendosen në një pjatë për të... Në letër guzhine që të... Për të shkëlqyer, ajo fshirja me pak vaj. Me qenë se kam që të bëj të verdhën apo të... Nuk mendoj se kemi kohë për të bëjë të tjera, po për qefin tënd mund t'i bësh. Ja. Të edhim edhe uthullën, edhe sa të fshim aton edhe të bëjmë shportën gati, po na unë gjirosë në një nga këto, mirë, nësë na... Në tëra. Edhe ato do t'i lëm pastaj t'i bëjmë atë gjyrën tjetër që kemi, të pastroj pak duar. Po. Atëre, shportën e kemi bërë për cilën nga bukët? Për katolikët, për bukën. Për atë, okej. Dhe ato tani ja e heqim. Djeg në qega koma, po s'ka gjë. Por ka kulluar, nuk është e langësht. E mbledhi me një... kam këtu pecetat të pastra. Pecetat duhet të jenë të pastra, të lara, të ekurosura, sepse do i qëjmë në kishë. Po, pa tjetër. Edhe ja.
E qojnë kështu. Shumë bukur. Hekim këto. Vendosim, do me thënë, në një anë. Tani neve do të hapim pak që të... Po, që të na duket pak. Duke, këtu është djathi. Te djathi vendosim edhe qepët e njoma. Edhe në një kështu cep tjetër, se djathi shoqërohet me qepët e njoma, këtu të vendosim edhe vezët. Tani të heqim vezët. Një shport shumë e bukur. Që ne... E duhet të qëndrojnë pak këto t'jona ashtu. Atëre, vetëm 2 kokriza mund të nxjerrësh, sa për të krijuar sa bukur morën, edhe pse mund të qëndrojnë edhe pak më shumë. Duhet të qëndrojnë edhe pak më shumë. Tani neve edhe ujnë se kishim tamam fiks të ashtu, se menduam se do e kishim kohën dhe orën më të ashtu. Pak vajt lutem Anila këtu. Për ti shirë pakës me vaj dhe... Faleminderit, s'ka problem. Tani në një letër, të lutem Anila, kështu, një letër buzhine, që t'i vendosim. Një prej vezëve mund t'a vendosim? Po, një do t'a vendosim atje. Ja se vendosim me që kam duar mos të bësh. Ashtu. Tani duhet të themi, neve një vezë do t'a mbajmë këtu në studio, një vezë, po, për shtëpin tonë këtu, një vezë pastaj do t'a... Jo, do marim të gjithë nga një dhe një do t'a lëmë këtu për fatin e shtëpis. Po, do t'a lëmë aty mbrapa në këndin tonë të kuzhinës, si që bëjmë në shtëpi. Okej. Këti jemi në fund. Të nxjerrim dhe byrekun? E nxjerrim edhe byrekun, ndërsa... Po për magjiricën tani të themi, se ajo ishte faktikisht edhe një gjë shumë e veçantë edhe kjo. Është bërë gati, është momenti që do shtojmë nëse... Regulloj të Anila të lutem tani ato. Nuk e di ku kishe menduar t'i vije, ato pranë bukës apo shumë ansore të shportës? Okej. Tani është momenti që hidhen qepët e njoma, do të shtojmë këtu edhe erëzat, kështu të freskëta. Nuk u bajo. Do t'a fusim prapë në furrë, po thjesht për të parë? Thjesht për të parë. Në një letër prapë Anila të lutem. Urdhë? Dhe pastaj në një letër, pritëm shiduar. Qëfar të bëjnë në letër unë? Ja. Një letër, Anila, në një letër. Letër na japin pak... Qatë na japin ko? Po na jepni pak ko të mbarojmë këta? Na japin pak ko, sepse ja, këtu. Që të mos bëjt peceta. Tjetër, po. Kujdes. Ja, ne e bëm shportën tonë të bashkës. Buka, qepët edhe djathi dhe këto. Sa bukur ma i kati të lëmë shënduar. Duhet të nxjerrim dhe atë Manila, mos të lëmë në kështu. Kemi të nxjerrim edhe atë. Byrekun vëj ande. Ja, atë po bëj, thjesht. Djegë. E, po ishte në furrë. Kjo është kurora e pashkëve ortodokse. Tani, vezë dhe limon, 2 vezë andej, ta presim një qik shpejt e shpejt. Si e kemi? Po ne s'kemi, po. Që ta nxjerrim edhe supën. Ja, lëng limoni. Një pak të vezë e kam këtu. Vezë? Kemi, o Vitalin, sa të duash kemi vezë. Ja, të vendosë drejt këta. Të vendosë i gjë këtu në mesti? Ja, më të rikë këtu, me që e kemi në gjëronstër. Anila, ati kisha këshu, do me thënë që në mes duheshin ato, nëse ke tjetër që të vëm. Ja, e vura. E vëjnë në pak këshu, do me thënë. Mbushet ajo me vezë, po, e kuptova. Shiko ma këtu. Edhe nëse janë me ngjyra, sërish bukur. Ska gjë, ka ti meru me supën se këto zbukurime janë që zonjat i bëjnë si pas dëshirës, si pas gustos që kanë vetë. Tani po hedhim një këshu, duhet hequr fikur soba. Okej, presim edhe supën dhe besoj kemi dhënë disa ide. E fundit është kjo e punës vezës, që do të marim lëngjen, do me thënë, nga supa. Lëng, e përzjem. Duhet ta hiqni nga temperatura e sobës. Tani neve e kemi pak, s'ka gjë, nuk do na pritet.
jam e sigurt për këtë se kam provuar dhe herë të tjera. Dhe Kati, po më njoftojnë që ne duhet të shkëputemi sepse për Ja ta hedhim dhe këtë në pjatë, lutem Anila. Ta hedhim ta shikojmë, domethënë ta kemi edhe këtë në tryezë. Hidhni vezën, lëreni të qëndrojë për 15 minuta dhe do ta keni gati pasaj për ta servirur. Ose, nëse domethënë e bëni, e keni gati dhe kur të ktheheni nga kisha atë që tham, do të merrni të konsumoni këtë supë magjirit që bëhet shumë të lumshin duart. Në ngutin e transmetimit sot për shkak të departamentit të informacionit, jemi në një muaj fushate zgjedhore, kështu që her pas here na duhet të ngutemi për t'i dhënë prioritet lajmeve, por unë mendoj që ne arritëm ta zbukurojmë tryezën tonë dhe ti përshtatemi edhe atmosferës së bukur të pashkve. Kati të lumshin duar në rekord, si që gatuan këtu, besoj se të ka ndodhur ndonjëherë, por ty të dalin të shkëlqyera për te të gjithave. Si gjithmonë që jemi bashkë në studio, falenderojmë edhe anvisat që qëndruan me ne. Mirë se të na vinë pashkët gëzuar për të gjithë miqtë ortodoks dhe katolik. Dashuri, harmoni në familje tuaja. Të lumshin duart, Kati. Ndahemi tani nga këndi i gatimit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dashur.